jo shtyhet kështu, sepse nuk vjen, po s'dash vetëm shtyhet kaq kështu. Ka ra ky gjam këtu, ka ra. Ky gjam çështu ka ra. Gjami poshtë, jo po. Do të tregu që nuk ka ra gjami i nalt, sepse I kom pas dosane me thonë, po I tha krejt avokat. Në gjykatën e apelit është mbajtur seanca ndaj drejtnikës, të akuzuar për vrasjen e Maria Clark, të dashures së tij. Me 19 shkurt 2026, Nika ishte dënuar me 18 vite burg nga gjykata themelore e Prishtinës, ndërsa sot në gjykatën e apelit palët paraqiten ankesat e tyre. Të akuzuarin Endrit Nikaj e ka shpallur fajtor pas mbajtjes së shërtimeve gjyqësore dhe pasi ka administruar të gjitha provat e propozuara, si ato personale dhe materiale, për veprën penale vrasje e rënd, në 173, paragrafi 1.1.3 të kodit penal, të njëjtin e ka gjykuar me dënim e problem në kozgjatje prej 18 vitesh. Në rikthia e shërtimit në afat ligjor ka paraqitur ankesë Prokuria Themelore në Prishtinë, Departamenti për Krimet e Rënda, vetëm se përket vlerësisë së dënimit. Po ashtu, ndaj gjykimet e gjykatës themelore, ankesë ka parashtruar edhe përfaqësuesi autorizuar I palëve të dëmtuara, këtu avokati Betim Shala, sa I përket vlerësisë së dënimit. Po ashtu, në afat ligjor, kundër gjykimit, ankesë ka parashtruar mbrojtësit e akuzuarit Endrit Nikaj, avokati Tom Gashi, I cili nga shpresat e lëndës shihet se është kyçur të baza ankesës në çështje penale, ankesën e ka parashtruar me të gjitha bazat juridike. Atë përfaqësuesi I palës së dëmtuar avokati Betim Shala, Faleminderit të nderuar akutari, unë përveç asaj që kom thënë në ankesë, konsideroj se nuk kam çka të shtoj më shumë, edhe mbes kam ankesës. Kallëzimi penal është për shkak se ne konsiderojmë që përgjegjës për ngjarjen për cilën jemi këtu, e cila ngjarje ka qenë fatkeqe, ka vdekur një vajzë e re e Argjentinës, e moshës 27 vjeçare. Nuk ka qenë për shkak të veprimeve të Endrit Nikës, po ka qenë për shkak se ka qenë krejtësisht në kundërshtim me dispozitat ligjore, ky objekt I cili është faktikisht edhe ditën e sotme, objekt banesor. Edhe ky nuk ka qenë kur hotel. Për këtë arsye është shumë e çuditshme. Qysh prokuroria e shtetit, e cila I ka në dispozicion me qindra hetues, nuk ka qenë në gjendje që fillimisht, siç e kam siguruar për mbrana një dite, ta bëjë një kërkesë tek kryetari I komunës në Fushë Kosovë, edhe tek drejtori I drejtorisë përkatëse, të cilët mbrana një dite janë përgjegjë dhe kanë ndërzuar krejt elaboratin që ky objekt, veç hotel nuk është, kanë gjetë në dhomën 403 një dritare, e cila tash është krejt ndryshe. I ka 3 gjama, dritarja me kornizë që ka raj ka pas 2 gjama. E gjej me 10 bulona, që ne ende kanë njëri thëjmë shrafa, për me kuptu, do të 10 të cilët janë të qitur në mbes të kornizës. Dhe kjo është dokumentu me nuk për e thamon, këta e thojnë inxhinier, këta që kanë bërë super ekspertizën. Dhe I gjej këto kanë qenë fatkeqësia. Kjo pjesë për ju e kam, jo për publikun. Kjo pjesë, sepse unë I kam blenë në vendin e njej, Alumet në Fushë Kosovë. Ata që kanë ndërtu këtë pjesën e gjamit, fasadës gjamit të hotelit. Do të shihni sa është, lesisht se si është që del. Që kjo ka qenë. Këto e ndemi a fakturën, do të që kjo ka qenë që është në këtë formë, faktikisht, për shkak të lëvizjes që ka qenë prej poshtë nalt, ka ra korniza, paramenon e është tragjike me ra një kornizë e cila është dashur jo të shtyhet kështu, sepse nuk vjen, po është dashur vetëm shtyhet kaq kështu. Dhe është vërtetu nga këta ekspert që të kanë marrë në qafë mas pari familjen e të ndjerës, pastaj kanë marrë qafë këtë djalë. Nuk ka lëviz shtrati, nuk ka lëviz komodina, nuk ka lëviz jasteku, po qysh është e mundshme nëse unë veç afrona qëtu, ju më së I thani, nëse veç pak e lëvizi, shkruan këta mikrofona. Po kur ti dikon don me my, thjesht, me gjujt pej dritares katit të 6, edhe Maria e ka ditë ku ka fjet, se ka fjet 2 net më herët, të thotë I zdikti njerëzor nuk lejon. Ju e keni shtu hapsinën ma tepër se 1 metër e sa. Nëse veç dikush më prek edhe më shtyn, sigurisht që unë nuk po bëj. Do thotë skena, sigurisht që bin krejt këto, po.
pak ma fuqishëm me mshty dikush. Kjo del krejtësisht sepse pshenish lëviz. Po para më kjo lëviz, shtrati s'ka lëviz, komodina s'ka lëviz, jasteku s'ka lëviz. Për ju, jo për publikun. Si është e mundshme që dikush mos rezistoj, i keni fotografit e anës së majtë të klarës, nuk ka asnjë lëndim në asnjë pjesë trupit. Do thot, nëse dikush don me fshty, don me trasa, i prokurori ka menu që këta janë, do thot, një situatë për 50 minuta, nëse kishte me qenë e di, po jo, po më beso për me ka jo. Po këto e nona e majtë dhe nona djatë të trupit të klarës nuk ka asgjë. Po ju i keni, nuk jam të tregu publikut. Po ju kishini veçtën zmadhume. Edhe me ra prej katit të 6, edhe ajo që është rëndësishme për këta, sepse ju e dini, ka ra gjami në tokë, ka ra ky gjam këtu, ka ra, ky gjam qështu ka ra, gjami poshtëm, jo po, do të tregu që nuk ka ra gjami nalë, sepse nëse ju më shtyni mu edhe bi me gjam komplet, atëre mund ka këtë shty kë. Por nëse bjen gjami me korniz, edhe është gjami poshtëm, jo gjami nalë, do të vërteton që Klara ka qenë me një pozicion që me trupin e saj, me shpinën e saj, ka mund të nxjerrë kornizën edhe me radhë. Këto për thojnë provat janë. Unë e ndritin nuk e kam pa herën e parë. Unë i kam thonë këj pako i rënu. Thonë mu 100 herë ma shumë dhimet Klara, se kë. Sepse kjo është me një dhomë, me televizor, me banjët vetën, me libra, me krejt, është ma i zhvillun tarë se kërë është arrestu. Po Klara nuk qëtë përjetësisht. Edhe bele ju në një aksident, me shëndru në krem, në vrasje tranë, është skandaloze. Faleminderit që më dëgjoj. Unë jeni përkrahë fjalët e avokatit. Krejtësisht, i kom pas dosane me thonë, po i tha krejt avokatit. Doshe. I s'kam që me shumë.